Një baba beqar gjen një byzylyk në kyçin e dorës së shefit të tij që kishte humbur në aksidentin që i mori jetën gruas së tij. E vërteta që fshihet pas dhuratës zbulon një komplot brenda kompanisë. Tani, ai dhe arkitekti duhet t'i mbjetojnë të vërtetës që ishin të destinuar ta varrosnin. Para se ta dëgjoni këtë histori të jashtëzakonshme, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori interesante. Heshtja e ndërtesës së korporatës thyej vetëm nga gumëzhima e lehtë e serverave dhe tastiera e Markos që jehonte nëpër korridoret e zbrazta. Ishte pothuajse mesnat kur ai rregulloi sistemet e fundit rezerv, një rutinë që ishte bërë natyrë e dytë në 2 vitet e fundit. Meqense Olivia ishte larguar pa shpjegime, duke lënë vetëm një letër ku i thoshte se duhej të gjente veten, Marko kishte gjetur në punën e natës një mënyrë për t'i shpëtuar kujtimeve që këmbëngulnin të përndiqnin shtëpinë e tij të zbrazët. Rose e vogël, vajza e tij 7 vjeçare, flinte e qetë në shtëpinë e fqinjes së tyre, Agnes, e cila kujdesej me mirësi për vajzën sa herë që Marko kishte nevojë të punonte gjatë orëve të para të mëngjesit. Agnesa ishte një grua e sjellshme që e njihte situatën delikate të Markos dhe kur nuk i vinte në dyshim mungesat e tij gjatë natës, duke kuptuar se ai bënte çmos për të mbështetur vajzën e tij dhe për të ruajtur shëndetin mendor. Marko po kontrollonte regjistrat e sigurisë kur dëgjoi hapa që jehonin në korridorin kryesor. Ai rrudhi vetullat duke shikuar orën digjitale në ekran. Askush nuk duhet të ishte në ndërtesë në atë orë, veçanërisht jo në katin e 15, ku ndodheshin zyrat e menaxhmentit të lartë të Allianz. Ai e kurseu shpejt punën e tij dhe me kujdes u drejtua drejt zhurmës. Drita e lehtë në zyrën e arkitektit kryesor ishte ndezur, diçka krejtësisht e pazakonshme. Marko i njihte mirë oraret e të gjithëve, pasi ishte përgjegjës për monitorimin e sistemit digjital të sigurisë dhe qjara Allianz nuk qëndronte kurrë në zyrë pas orës 8 të natës. Ajo njihej për saktësinë e saj si ushtarake dhe për ruajtjen e një distance profesionale nga të gjithë punonjësit, veçanërisht ata që punonin në katet e poshtme. Ai hezitoi për një moment para se të trokiste në derën gjysmë të hapur. Zëri i butë, por i vendosur i Kiarës i dha leje të hynte. Marko e shtyu derën ngadalë dhe e gjeti të përkulur mbi plane arkitekturore të shpërndara nëpër tavolinë, me flokët e saj ngjyrë kafe të errët që i binin si perde mbi fytyrën e saj të përqendruar. Ajo kishte veshur një fustan elegant blu marine, krejtësisht të ndryshëm nga kostumi i zakonshëm zyrtar që vishte gjatë ditës. Më falni që po ju shqetësoj, zënjë. Allianz. Vura re se drita ishte ndezur dhe erdha të kontrolloja nëse gjithçka ishte në rregull, tha Marko, duke qëndruar me respekt pranë hyrjes. Kiara ngriti kokën dhe, për herë të parë pas 2 vitesh pune në të njëjtën ndërtesë, Marko mundi t'ia shihte syt nga afër. Ato ishin të gjelbra të errëta, por mbartnin një trishtim që ajo zakonisht e fshite pas sjelljes së saj profesionale. Mos u shqetëso, Marko. Po përfundoj vetëm disa projekte të vonuara. Mund të vazhdosh punën tënde. Në atë moment Marko e pa. Zemra i ndaloi për disa sekonda dhe ndjeu ajrin që i dilte nga mushkëritë sikur ta kishin goditur me grusht në stomak. Në kyçin e djathtë të Kiarës, që shkëlqente në dritën e verdhë të llambës së tavolinës, ishte një byzylyk argjendi me safir të vendosur në formën e yjeve të vegjël. Një byzylyk që ai vetë e kishte porositur nga një dyqan bishuterish i specializuar në qendër të qytetit 2 vjet më parë si dhuratë për përvjetorin e martesës për Olivian. Vepra ishte unike, e projektuar nga vetë ai dhe e ekzekutuar nga argjendari me saktësi milimetrike. Safirët formonin yjsinë e Andromedës, sepse Olivia gjithmonë thoshte se yjet ishin udhërrëfyesit e saj. Në pjesën e brendshme të byzylykut, Marko kishte të gdhendur një mbishkrim të veçantë, për gjithmonë fillon tani, të njëjtat fjalë që i kishte përshpëritur në vesh Olivias gjatë takimit të tyre të parë, në një natë me yje në plazh. Zotëri. Marko. A ndiheni mirë? Zëri i Kiarës e solli përsëri në realitet. Ajo kishte vënë re zbejen e papritur në fytyrën e tij dhe mënyrën se si ai ja shikonte pulsin me një shprehje tronditjeje të plotë. Marko puliti syt disa herë, duke u përpjekur të përpunonte atë që po shihte. Atë byzylyk. Murmuroi ai, zëri i të cilit doli më i ngjirur nga ç'kishte ndërmend. Ku i mor? Kiara e mbuloi automatikisht byzylykun me dorën e majtë, një gjest mbrojtës që nuk kaloi pa u vënë re nga Marko. Pse pyet? Është thjesht një bishuteri që e kam pasur prej kohësh. Zonja Allianz, me gjithë respektin e duhur, dua të më tregoni se ku e morët atë byzylyk.
Është një copë unike, e bërë me porosi. Marko doli përpara, zëri I tij fitoi një vendosmëri që I habiti të dy. E dizenjova vetë dhe e bëra vetë. Fytyra e Kiarës u ngurtësua dhe u ngrit nga karrigia, duke marrë qëndrimin e saj të zakonshëm autoritar. Nuk e kuptoj se ku doni të shkoni me këtë, zotëri më falni, cili është mbiemri juaj përsëri? Marko Sallen. Dhe ky byzylyk ka një mbishkrim nga brenda. Nëse më lejoni, mund t'jua përshkruaj. Marko e mbajti shikimin të fiksuar në sytë e saj, duke kërkuar ndonjë shenjë njohjeje. Thuhet përgjithmonë fillon tani, me një font specifik që zgjodha unë personalisht. Ndryshimi në shprehjen e Kiarës ishte I lehtë, por Marko e vuri re me njëherë. Besimi në shikimin e saj u lëkun, I zëvendësuar nga diçka që dukej si një përzierje surprize dhe faji. Ajo e rrotulloi byzylykun në kyçin e dorës, duke u ndjerë qartë në siklet me situatën. Si mund ta dish këtë? Pyeti ai me zë të ulët, pothuajse si një pëshpëritje. Sepse ishte dhurata që I dhash gruas sime për përvjetorin e dytë të martesës. Olivia Sallen. Marko ndjeu fytin e tij të shtrënguar ndërsa shqiptoi emrin. Ajo u zhduk 2 vjet më parë, duke marrë vetëm disa rroba dhe duke lënë një letër ku thoshte se duhej të takoj. Unë dhe vajza ime nuk e pam më kurrë. Kiara qëndroi e heshtur për sekonda të gjata, gishtat e saj duke lëvizur nervozisht me byzylykun. Zyra dukej sikur ishte të kurrur, ajri ishte rënduar. Planet arkitekturore në tavolinë dukeshin të parëndësishme përballë tensionit që ishte vendosur midis tyre. Unë nuk e dija, murmuroi ajo më në fund. E mora këtë byzylyk së bashku me sende të tjera personale kur im atë ndërroi jetë vitin e kaluar. Ishte në një kuti në zyrën e tij private, së bashku me një letër që nuk e hapa kurrë. Marko ndjeu sikur toka I ishte zhdukur nën këmbë. Baba I tij? Victor Allianz? Themeluesi I kompanisë së ndërtimit? Po. Ai gjithmonë ishte shumë privat në lidhje me biznesin dhe marrëdhëniet e tij. Ai la disa kuti me dokumente dhe sende personale, por kërkoi posaçërisht në testamentin e tij që unë të mos I hapja kurrë disa prej tyre. Kiara ju afrua dritares, duke soditur qytetin e ndriçuar poshtë. Ky byzylyk ishte në një nga kutitë që nuk duhej hapur, por unë nuk munda t'i rezistoja kuriozitetit tim disa javë më parë. Po letra? E ke ende? Pyeti Marko, duke ndjerë një përzierje shprese dhe ankthi që I rritej në gjoks. Kiara u kthye nga ai dhe, për herë të parë që kur u takuan, bariera profesionale mes tyre dukej se ishte shembur plotësisht. Është në kasafortën e zyrës së tij në katin e sipërm. Së bashku me dokumente të tjera që ai tha se ishin jashtëzakonisht konfidenciale dhe të ndjeshme. Marko kaloi dorën nëpër flok, duke u përpjekur të sistemonte mendimet që I vinin në mendje. Nëse Olivia do të kishte pasur ndonjë lloj kontakti me Victor Allianz para se të largohej, kjo do të ndryshonte gjithçka. Ndoshta largimi I saj nuk ishte aq misterios sa ai e kishte imagjinuar gjithmonë. Ndoshta kishte përgjigje të fshehura në atë letër. Zonja Allianz. Kiara, tha ajo, duke përdorur emrin e saj për herë të parë. E di që është shumë për të kërkuar, por a do të ishte e mundur që ne ta shinim atë letër? Duhet të kuptoj se çfarë I ndodhi Olivias. Vajza ime ende pyet për të çdo ditë dhe unë nuk dija kurrë çfarë të përgjigjesha. Kiara e vëzhgoi për çaste të gjata, sikur po vlerësonte jo vetëm fjalët e tij, por edhe karakterin e tij. Kishte diçka në dobësinë e Markos, në mënyrën se si fliste për të bien, që preku një pjesë të saj që ajo e kishte mbajtur të mbrojtur për një kohë të gjatë. Zyra e babait tim është në katin e 16. Unë I kam çelësat, por... Hezitoi ajo, duke kafshuar pak buzën e poshtme. Nëse e bëjmë këtë, nuk ka kthim pas. Disa të vërteta janë të vështira për t'u pranuar. Unë preferoj një të vërtet të dhimbshme se sa një gënjeshtër ngushëlluese, u përgjigj Marko me vendosmëri. Rosa meriton të di se çfarë I ndodhi nënës së saj, edhe nëse është e vështirë për t'u kuptuar. Kiara pohoi ngadalë me kokë, duke marrë një tufë qelsash nga një sirtar I kyçur. Atëherë le të zbulojmë se çfarë ka mbajtur të fshehur babai im për kaq gjallë. Ashensori ngjitej ngadalë në katin e 16 dhe heshtja midis Markos dhe Kiarës ishte e mbushur me pritje dhe nervozizëm. Ajo luante me çelsat në duar, ndërsa ai shikonte numrat që ndryshonin në ekranin digjital, secili duke e afruar më shumë me përgjigjet që kishte kërkuar për 2 vjet të gjata. Kur dyert u hapën, Kiara hezitoi për një moment para se të dilte.
Marko, para se të hymë brenda. Dua që të dish se babai im ishte një njeri shumë kompleks. Ai gjithmonë kishte sekrete dhe jo të gjitha janë të lehta për t'u kuptuar. E kuptoj, u përgjigj Marko, duke e ndjekur përgjatë korridorit të dekoruar me elegancë. Por çdo informacion rreth Olivias është i çmuar për mua. Zyra e Victor Allianz ishte mbresëlënëse. Ajo zinte pothuajse gjysmën e katit, me dritare nga dy shemeja në tavan që ofronin pamje panoramike të kryeqytetit. Muret ishin të mbuluara me rafte librash prej druri mahagoni të mbushura me libra arkitekture dhe menaxhimi, të ndërthurura me fotografi të tij në kantiere të rëndësishme ndërtimi në qytet. Një tavolinë imponuese dominonte qendrën e dhomës, e rrethuar nga koltuqe lëkure që dukeshin sikur nuk ishin përdorur kurrë. Chiara ju afrua një pikture në murin anësor, një riprodhim i veprës së Michelangelos, Krijimi i Adamit. Me lëvizje të sakta, ajo e rrotulloi kornizën, duke zbuluar një kasafort digjitale pas saj. Babi ishte gjithmonë i fiksuar pas sigurisë, murmuroi ajo, duke shtypur një kombinim në tastierën e numrave. Kasaforta u hap me një klik të lehtë, duke zbuluar disa dosje të organizuara me kujdes dhe një kuti prej drurit të gdhendur. Chiara e hoqi me kujdes kutinë, sikur të mbante në dorë diçka të brishtë dhe të rrezikshme. Brenda kishte dokumente, fotografi dhe, në qendër, një zarf të mbyllur me inicialet ose të shkruara me dorë me bojë blu. Olivia Salen, përshpëriti Marko, duke njohur menjëherë shkrimin elegant të gruas së tij. A mund të? Chiara ia dha zarfin me duar që i dridheshin. Marko e hapi me kujdes, duke nxjerrë një letër trefaqeshe të shkruar me shkrimin e njohur që ai e njihte aq mirë. Sytë e tij skanuan shpejt rreshtat e parë dhe fytyra e tij u zbe gradualisht. Marko, çfarë thua? Pyeti Chiara, duke vënë re ndryshimin në shprehjen e tij. Marko pastroi fytyn, duke u përpjekur të kontrollonte emocionet. Ajo nuk ishte thjesht një dizajnere grafike e pavarur, siç mendoja unë. Ai ngriti shikimin nga letra, duke u ndeshur me shikimin e shqetësuar të Chiarës. Olivia punonte fshehurazi për teatrin. Ajo ishte një hetuese private e specializuar në analizën e dokumenteve dhe auditimin e korporatave. Chiara u rrëzua në një nga koltukët, dukshëm e tronditur. Një hetues? Po pse? Për çfarë do t'i duhej babait tim një hetues? Marko vazhdoi të lexonte, zëri i të cilit u bë më i thellë. Sipas letrës, ajo zbuloi se dikush shumë i afërt me teatrin po përvetsonte fonde nga kompania e ndërtimit. Jo nëpërmjet vjedhjes së drejtë për drejtë, por duke manipuluar kontratat, duke fryrë kostot e materialeve dhe duke krijuar kompani fiktive për të justifikuar shpenzimet jo ekzistente. Kjo është e pamundur, tha Chiara, duke u ngritur menjëherë në këmbë. Të gjithë punonjësit pranë babait tim ishin njerëz të besueshëm, shumë prej tyre kanë punuar në kompani për dekada të tëra. Olivia përmend këtu se zbuloi një model gjatë 5 viteve të fundit. Sa herë që miratoi një projekt i madh, shfaqej një kompani partnere e re, duke furnizuar materiale specifike me çmime shumë më të larta se vlera e tregut. Këto kompani ekzistonin vetëm në letër. Marko u ktheu faqen, duke vazhduar të lexonte. Ajo thot se kur filloi të thelloi më shumë në hetim, vuri re se po e ndiqnin. Chiara ul përsëri, këtë herë në buzë të tavolinës së babait të saj. E ndoqi kush? Nuk specifikon, por thot se babai i saj e këshilloi të ndalonte përkohësisht hetimet derisa të mund ta kuptonin më mirë rrezikun. Marko e palosi me kujdes faqen e parë dhe u kthye te e dyta. Këtu ajo shpjegon pse u largua nga shtëpia pa thënë asgjë. Babai i saj zbuloi se personi përgjegjës për përvetësimin e kishte vënë re hetimin dhe kishte planifikuar ta fajsonte Olivian duke mbjellë prova të rreme në kompjuterin ton të shtëpisë. Zbulimi e goditi Marton si një rrufe. Për të gjitha këto vite, ai kishte imagjinuar se Olivia e kishte braktisur sepse nuk i donte më, sepse kishte gjetur një burr tjetër, ose thjesht sepse nuk mund të përballonte përgjegjësinë e një familjeje. Ai kur nuk e imagjinoi se ajo ishte larguar për t'i mbrojtur ata. Marko, Chiara ju afrua, duke i vendosur butësisht dorën mbi shpatull. Ka më shumë? Po, u përgjigj ai, me zë të mbytur nga emocionet. Ajo thot se plani ishte të qëndronte larg vetëm për disa javë, derisa i ati të gjente një mënyrë të sigurt për të zbuluar fajtorin. E shkroi këtë letër si mas paraprake, në rast se diçka shkonte keq. Marko e shikoi Chiarën, sytë e të cilit mbusheshin me lodh. Ajo nuk na braktisi, Chiara.
Ajo po na mbronte. Chiara u kthye te kasaforta dhe mori një dosje që përmbante dokumente. Duhet të shoh se çfarë tjetër mbante im atë këtu. Ajo e hapi dosjen duke zbuluar fletë llogaritse, kontrata dhe fotografi. Shiko këtë, Marko. Këto janë kopje të gjitha kontratave të dyshimta që Olivia duhet të ketë hetuar. Marko u afrua duke analizuar dokumentet me ekspertizën e tij teknike. Shikoni vlerat këtu, tha ai, duke treguar me gisht një kolon specifike. Ky material që kushton 80.000 reais duhet të kushtoj maksimumi 40.000. Dhe kjo kompani furnizuese. Muller Construction. A keni dëgjuar për ta? Chiara rudhi vetullat duke u përqendruar. Muller. Prit. Ajo shkoi te një nga raftet e librave dhe nxori një album fotografish. E shfletoi shpejt derisa gjeti një fotografi specifike. Ja, ku është? Kjo është një foto nga festa e 15 vjetorit të kompanisë. Babai im është në qendër dhe ky burri pranë tij. Ajo tregoi me gisht një burr elegant të moshës së mesme, është Pietro Muller. Ai ishte krahu i djathtë i babait tim, përgjegjës për të gjitha aspektet financiare. A punon ende Pietro në kompani? Pyeti Marko, duke ndier një përzierje pritjeje dhe frike. Ai punon. Në fakt, ai mori përsipër praktikisht të gjitha përgjegjësitë administrative pas vdekjes së babait tim. Unë u përqendrova më shumë në anën krijuese dhe arkitekturore, dhe Pietro u kujdes për shifrat. Chiara ndaloi së foluri duke përpunuar me sa duket një zbulim shqetësues. Marko, nëse Pietro është përgjegjës për përvetësimin, kjo do të thotë se ai ka pasur akses të plotë në sistemet e kompanisë për më shumë se një vit. Marko mori faqen e tretë të letrës së Olivias duke e lexuar me kujdes. Këtu ajo përmend një llogari bankare specifike në ishujt Kajman ku u depozituan paratë e përvetësuara. Dhe ka një emër të lidhur me llogarinë. Ai ndaloi duke marrë frym thellë para se të vazhdonte. Muller Holdings. Heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe e mbushur me nënkuptime. Chiara ecte para dhe mbrapa duke u përpjekur të organizonte mendimet e saj. Pietro ka qenë gjithmonë shumë i vëmendshëm ndaj meje, veçanërisht pasi babai im vdiq. Ai më ndihmoi me të gjitha çështjet burokratike, më siguroi për aspektet financiare të kompanisë. Dhe ajo kishte akses të plot në sisteme dhe dokumente, shtoi Marko. Chiara, nëse gruaja jote zbuloi të vërtetën për Pietron dhe babai yt ishte gati ta zbulonte atë, kjo do të shpjegonte pse ajo duhej të zhdukej kaq papritur. Chiara ndaloi se ecuri dhe e vështroi me vëmendje Markon. Po ku është ajo tani? Pse nuk u kthye pas vdekjes së babait tim? Pietro nuk mund ta kërcënonte më me prova të rreme. Marko ju rikthye letrës duke kërkuar më shumë informacion. Këtu në fund ajo përmend se do të fshihej në një qytet në fshat, në një vend që vetëm babai i saj do ta dinte. Ajo thotë se do të kthehej vetëm kur të merrte një shenjë specifike se ishte e sigurt të kthehej. Çfarë lloj shenje? Pyeti Chiara. Një reklam specifike në gazetën lokale në kryeqytet. Fjalët yjet e kanë gjetur rrugën për në shtëpi në seksionin e njoftimeve. Marko e palosi letrën me kujdes. Olivia gjithmonë është më gjepsur nga yjet. Ishte lidhja jonë e parë. Chiara ju afrua dritares duke vëzhguar dritat e qytetit. Marko, nëse Pietro është vërtet pas gjithë kësaj, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ai di çdo lëvizje tonën në kompani, ka qasje në sistemet tona të komunikimit dhe, më keq akoma, ka besimin e të gjithë punonjësve. Çfarë sugjeron të bëjmë? Pyeti Marko, duke e futur letrën në xhepin e brendshëm të xhaketës. Së pari, duhet të mbledhim më shumë prova para se ta përballemi drejt për drejt. Nuk mund ta lëm të dyshoj se kemi zbuluar të vërtetën. Chiara ju drejtua Markos dhe për herë të parë që kur ishin njohur, dukeshin si partner të vërtet të bashkuar nga një qëllim i përbashkët. Së dyti, duhet të gjejmë një mënyrë për të kontaktuar Olivian dhe për ta njoftuar se është e sigurt të kthehemi. Marko pohoi me kokë, duke ndier një energji të ripërtërir që i rrinte nëpër vena. Për herë të parë në 2 vjet, ai kishte një qëllim të qartë dhe shpresën për t'u ribashkuar me gruan që donte. Por Roza duhet të mendoj një mënyrë për t'ia shpjeguar situatën pa e trembur. Një gjë në të njëjtën kohë, tha Chiara butësisht. Së pari, le të sigurohemi që të mbledhim prova të mjaftueshme kundër Pietros.
Pastaj do të gjejmë një mënyrë se si ta sjellim Olivian në shtëpi shëndosh e mirë. Marko shikoi përreth zyrës së Viktor Allianz duke u ndier mirënjohës ndaj burrit që ishte përpjekur ta mbronte familjen e tij, edhe nëse kjo do të thoshte ta mbante Olivian larg tyre përkohësisht. Kiara, ka diçka që duhet të di. Pse vendose të më ndihmosh? Mund të kishe mohuar thjesht gjithçka në lidhje me Byzylykun. Kiara buzëqeshja e parë e sinqert që Marko kishte parë ndonjëherë prej saj. Sepse e njoha dhimbjen në sytë e tu, Marko. Është e njëjta dhimbje që shoh në pasqyrë çdo ditë që kur humba baban tim. Dhe sepse hezitoi ajo, duke u skuqur pak, sepse mendoi se të gjithë meritojnë një shans të dytë për të qenë të lumtur. Ata kaluan edhe një orë tjetër në zyrë, duke organizuar dokumente dhe duke planifikuar hapat e tyre të mëtejshëm. Kur më në fund zbritën në katin e 15, horizonti po fillonte të ndriçohej me rrezet e para të diellit. Marko duhej të merrte Rose nga shtëpia e Agnes dhe Chiara kishte një takim të rëndësishëm me bordin e drejtorëve të kompanisë në orën 9 të mëngjesit. Marko, tha Chiara ndërsa arritën te ashensori. Që tani e tutje, duhet të sillemi normalisht. Pietro nuk mund të dyshoj për asgjë. E kuptoj. Por si do të komunikojmë nëse ai nuk ka qasje në bisedat tona? Chiara mendoi për një çast, pastaj buzëqeshi. Babai im më mësoi se komplotet më të mira ndodhin në sy të gjithëve. Vazhdo të bësh punën tënde të natës si zakonisht. Do të gjej arsye për të qëndruar deri vonë në zyrë disa herë në javë. Në këtë mënyrë do të kemi mundësi të flasim pa ngjallur dyshime. Marko ja zgjati dorën, një gest formal që fshinte rëndësinë e momentit. Faleminderit, Chiara. Për gjithçka. Ajo I shtrëngoi dorën dhe të dy ndjen një lidhje që shkonte përtej nevojës për të zbuluar të vërtetën rreth Pietros dhe për të gjetur Olivian. Faleminderit, Marko. Që më ndihmove të zbuloj se kush ishte në të vërtetë babai im. Dhe që më dhe një arsye për të luftuar për diçka që ka vërtet rëndësi. Kur Marko mbërriti në shtëpinë e Agnesës për të marrë Rosen, vajza e vogël vrapoi ta përqafonte me energjinë tipike të një 7-vjeçari. Babi. Halla Agnes bëri petulla për mëngjes. Marko e përqafoi të bien duke ndier një përzierje dashurie dhe vendosmërie. Së shpejti, nëse gjithçka do të shkonte mirë, Rose do ta kishte përsëri nënën e saj. Dhe ai do të kishte mundësinë të rindërtonte familjen që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Kishin kaluar 3 javë që nga zbulimi në zyrën e Viktor Allianz dhe rutina e Markos kishte marrë një dimension të ri. Netët e tij në ndërtesë nuk kishin më të bënin vetëm me mirëmbajtjen e sistemit, por me një hetim të kujdesshëm dhe të imët të dosjeve digjitale të kompanisë. Chiara kishte fituar akses në sistemet financiare duke pretenduar se kishte nevojë të kuptonte më mirë investimet e kompanisë së ndërtimit dhe së bashku kishin hartuar skemën e Pietro Muller. Rosa e kishte vënë re ndryshimin në humorin e të atit. Ai buzëqeshte më shumë, duke I më shpresëplot dhe për herë të parë pas shumë kohësh nuk e shikonte vazhdimisht fotografinë familjare që mbante në komodinën pranë shtratit. Kur ajo e pyeti për të ëmën, Marko tani mund të përgjigjej më qetësisht, duke thënë vetëm se ndoshta do të kishin lajme të rëndësishme së shpejti. Agnesa, fqinja e sjellshme, gjithashtu e vuri re transformimin. Marko, dukesh ndryshe, komentoi ajo një mëngjes kur ai erdhi të merrte Rose N, më shumë gjallë. A ka ndodhur diçka e mirë? Le të themi vetëm se kam gjetur disa përgjigje që I kam kërkuar prej kohësh, u përgjigj Marko, duke mbajtur Rosen në krah. Dhe ndoshta jam afër gjetjes së të tjerave. Në zyrën e Allianz, Chiara përballej me një dilemë gjithnjë e më të madhe. Pietro ishte bërë edhe më I vëmendshëm javët e fundit, duke e pyetur vazhdimisht për mirëqenien e saj dhe duke I ofruar ndihmë për çështje që ajo as nuk I kishte përmendur. Ishte sikur po përpiqej të qëndronte I informuar për çdo lëvizje të saj. Chiara, e dashur, tha Pietro një të enjte pasdite, duke hyrë në zyrën e saj pa trokitur. Kam vënë re se kohët e fundit ke qëndruar deri vonë. A është gjithçka në rregull? Nuk po e mbingarkoni veten me punë, apo jo? Chiara ngriti kokën nga vizatimet arkitekturore të shpërndara nëpër tavolinën e saj, duke e detyruar të buzëqeshte natyrshëm. Jam mirë, Pietro. Po shqyrtoj vetëm disa nga projektet e vjetra të babait tim për të kuptuar më mirë metodologjinë e tij të punës. Projekte të vjetra? Pietro ju afrua tavolinës me sytë që I skanonin shpejt dokumentet. Ndoshta mund të ndihmoj.
Kam punuar për krah Viktorit për kaq shumë vite sa di pothuajse çdo detaj të projekteve të tij. Nuk është e nevojshme, u përgjigj shpejt Kiara, duke mbledhur rastësisht letrat. Është më shumë një çështje personale, e kupton? Duke u përpjekur të ndihem më afër tij përmes punës që la pas. Pietro pohoi me mirë kuptim, por Kiara vuri re se sytë e tij qëndruan pak më gjatë se zakonisht, duke analizuar tavolinën e tij. Sigurisht, të kuptoj shumë mirë. Por mos harro, unë jam gjithmonë këtu nëse ke nevojë për diçka. Viktori më kërkoi të kujdesem për ty sikur të ishe vajza ime. Kur Pietro u largua, Kiara ndjeu një të dridhur. Kishte diçka në mënyrën se si ai e shikonte, sikur po vlerësonte, mate, llogaritë vazhdimisht. Ajo vendosi se kishte ardhur koha të përshpejtonte hetimin. Atë natë, kur Marko mbërriti për turnin e tij, Kiara po e priste në zyrën e tij me zbulime shqetësuese. Marko, gjeta diçka që do të interesoj, tha ajo, duke treguar karrigen përpara tavolinës së tij. Arrita të hyja në të dhënat telefonike të kompanisë nga 3 vitet e fundit. Marko u ul, duke vënë re tensionin në fytyrën e saj. Dhe çfarë zbulove? 2 javë para se Olivia të zhdukej, pati një numër jashtëzakonisht të lartë thirrjesh midis Pietros dhe një numri privat të regjistruar në veri të shtetit të New Yorkut. Thirrjet u rritën ndjeshëm javën që ajo u largua. Kiara i tregoi një spreatshe të shtypur me të dhënat e theksuara me të verdhë. Pas zhdukjes së saj, thirrjet vazhduan për disa muaj dhe pastaj u ndalën plotësisht. Marko analizoi numrat duke ndjer frymëmarrjen e tij të shpejtuar. A arrite ta kuptosh nga është ky numër? E provova, por është e regjistruar në një kompani private sigurie që, çuditërisht, e ka Pietron si një nga partnerët e pakicës. Kiara u ngrit duke ecur drejt dritares. Marko, mendoj se Pietro nuk po përvetsonte vetëm para. Mendoj se po përdorte një kompani sigurie për të monitoruar dhe friksuar njerëzit. Përfshir edhe Olivian, murmëriti Marko, duke ndjer një përzierje zemërimi dhe vendosmërie që i rritej në gjoks. Ka edhe më shumë, vazhdoi Kiara. Gjeta të dhëna për pagesa të rregullta nga kjo kompani sigurie për një hetues privat të quajtur Luca. Pagesat filluan pikërisht në kohën kur babai yt punsoi Olivian për hetimin. Marko u ngrit menjëherë. Do të thuash që Pietro e dinte që në fillim se Olivia po hetonte? Dhe ai punsoi dik për ta mbikëqyrur? Duket kështu. Dhe më keq akoma, të dhënat tregojnë se ky Luca mori një pagesë shtesë prej 50.000 realësh javën që Olivia u zhduk. Telefoni i Kiarës ra, duke ndërprer bisedën. Ishte Pietro. Kiara, je ende në kompani? Pash dritat ndezur dhe u shqetësova. Kiara e shikoi Markon me alarm. Pietro ishte në ndërtesë. Po, Pietro. Po përfundoi disa projekte. Po iki tani. Mos dil vetëm në këtë orë. Do të ngjitem lart për të të shoqëruar deri në parking. Paniku në sytë e Kiarës ishte i dukshëm. Marko mblodhi shpejt të gjitha dokumentet dhe përshpëriti, po shkoi në dhomën e serverave. Sillu normalisht. Kur Pietro mbërriti në katin e 15 2 minuta më vonë, Kiara po organizonte me qetësi materialet e saj të punës. Sa e përkushtuar është, komentoi Pietro me një buzëqeshje që nuk I arriti në sy. Ashtu si baba I saj. Po përpiqem ta nderoj trashëgimin e tij, u përgjigj Kiara, duke vendosur dosjen e fundit në çantën e saj. Dhe ai po bën një punë të shkëlqyer. Nga rruga, kam vënë re një qasje të pazakontë në sistemin financiar javët e fundit. Apo kryeni ndonjë lloj auditimi? Kiara ndjeu zemrën e saj të rrite fort, por e mbajti zërin të qetë. Po përpiqem vetëm të kuptoj më mirë se si funksionon kompania financiarisht. Si vajza e themeluesit, mendoj se është e rëndësishme të dish të gjitha aspektet e biznesit. Pietro pohoi ngadalë me kokë, por në shprehjen e tij kishte diçka llogaritëse. Sigurisht, shumë e arsyeshme. Por ndoshta do të ishte më mirë të informohesha për këto pyetje përpara se t'i bëja. Disa të dhëna financiare janë të ndjeshme dhe mund të ngrem pyetje të panevojshme me auditorët e jashtëm nëse nuk jemi të kujdesshëm. Sigurisht, herën tjetër do të konsultohem me ty më parë, gënjeu Kiara, duke ecur drejt ashensorit. Në parking, Pietro këmbënguli ta shoqëronte deri te makina. Kiara, a mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. A je takuar me dikë kohët e fundit? Kam vënë re se dukesh më I gjallë në javët e fundit.
Pyetja e zuri në befasi Kiarën. Pse po pyet? Vetëm kuriozitet atëror. Viktori më kërkoi të kujdesesha për ty dhe kjo përfshin edhe sigurimin që të jesh i rrethuar nga njerëz të përshtatshëm. Pietro u përkul pak më afër. E di, disa njerëz mund të përpiqen të përfitojnë nga pozicioni yt në kompani. Kiara hapi derën e makinës e paduruar për t'u larguar. Mos u shqetëso, Pietro. Jam mirë dhe po jem i kujdesshëm. Kur më në fund arriti në shtëpi, Kiara gjeti një mesazh nga Marko në telefonin e saj. Duhet të them diçka të rëndësishme. Pietro sapo shkoi në dhomën e serverave pasi i kontrollova kamerat e sigurisë pasi ai u largua. Ai po përpiqej të hynte në regjistrat e sistemit për të parë saktësisht se cilat skedar kishe konsultuar. Kiara e shtypi shpejt përgjigjen e saj. Ai më bëri pyetje të dyshimta në parking. Mendoj se është i dyshim. Duhet ta përshpejtojmë hetimin ton përpara se ai të zbulojë gjithçka. Të nesërmen në mëngjes, Marko e çoi Rosen në shkollë dhe shkoi direkt në bibliotekën qendrore të kryeqytetit. Ai kishte vendosur se i duheshin më shumë informacione rreth kompanisë së sigurisë së Pietros përpara se të ndërmerrte hapin tjetër. Duke përdorur kompjuter publik për të shmangur gjurmët digjitale, ai bëri kërkime për Mueller Security. Ajo që zbuloi e alarmoi edhe më shumë. Kompania ishte themeluar 5 vjet më parë dhe kishte një histori shqetësuese hetimesh duke përdorur metoda të dyshimta. Më e rëndësishmja, një nga punonjësit, Luca Karmin, ishte arrestuar 3 muaj më parë për kërcënim dhe ngacmim, por u lirua pasi pagoi një garanci të lartë. Garancia ishte paguar nga një llogari bankare në Ishujt Kajman, e njëjta që përmendet në letrën e Olivias. Marko i shtypi me diskrecion të gjitha informacionet përkatëse dhe ju përvesh punës me një vendosmëri të patundur. Atë natë, ai dhe Kiara duhet të merrnin një vendim përfundimtar se si të vazhdonin. Kur Marko mbërriti në kompani në kohën e tij të zakonshme, vuri re diçka të ndryshme. Pietro ishte në zyrën e tij në katin e 15, diçka që nuk ndodhte kurrë gjatë turnit të natës. Përmes qepenave të mbyllura, ai mund të shihte lëvizje dhe drita të ndezura. Marko u drejtua me kujdes drejt dhomës së serverave, nga ku kishte një pamje të qartë të korridorit. Rreth orës 11, ai pa Pietron duke dalë nga zyra e tij duke mbajtur një kuti. Në vend që të shkonte te ashensori kryesor, ai u drejtua drejt shkallëve të emergjencës. Duke ndjekur instinktet e tij, Marko vendosi të hetonte. Ai u ngjit në heshtje shkallëve dhe pa Pietron në katin e 16, në zyrën e Victor Allianz. Dritat ishin fikur, por drita e një elektriku dore lëvizte në përdhom. Pietro ishte në kasafort, duke marrë dokumentet dhe duke i vendosur në kuti. Marko mund ta dëgjonte duke murmuritur diçka rreth eliminimit të provave dhe mbrojtjes së të ardhmes së kompanisë. Atëherë Marko e kuptoi se e kishte nënvlerësuar Pietro Mullerin. Ai nuk ishte thjesht një punonjës i korruptuar që përvetsonte para. Ai ishte dikush që ishte i gatshëm të bënte gjithçka për të mbrojtur sekretet e tij dhe tani po eliminonte provat që mund ta inkriminonin. Marko u kthye shpejt në vendin e tij të punës dhe telefonoi Kiarën. Eja në zyrë tani. Pietro po shkatëron provat në zyrën e babait të tij. Nëse nuk veprojmë sot, humbasim shansin e vetëm për ta vërtetuar fajsinë e tij. Në anën tjetër të linjës, zëri i Kiarës ishte i vendosur dhe i vendosur. Jam duke ardhur. Dhe Marko, është koha të takojmë Olivian. Kam një ide se si ta bëjmë. Kiara mbërriti në kompani në kohë rekord, duke parkuar shpejt dhe duke u ngjitur drejt në katin e 16. Marko po e priste në recepcion me një shprehje të tensionuar që nuk e kishte parë kurrë më parë. Ku është ai tani? Përshpëriti ajo. Ende në zyrën e teatrit. Ai tashmë kishte çuar 2 kuti me dokumente në makinë, por ishte kthyer për të marrë edhe gjëra të tjera. Marko i tregoi celularin e tij, ku e kishte regjistruar në mënyrë diskrete Pietron nga dritarja. Ai nuk po merr vetëm dokumente, Kiara. Po fshin skedar nga kompjuteri kryesor dhe po shkatëron dosje të tëra. Kiara e shikoi regjistrimin, duke parë Pietron që punonte me metodik për të eliminuar gjurmët e aktiviteteve të tij. Duhet ta përballemi tani, përpara se të mbarojë së shkatëruari gjithçka. Je i sigurt? Nëse ai është vërtet aq i rrezikshëm sa dyshojmë. Marko, nëse nuk e bëjmë këtë tani, ai do t'i zhdukë të gjitha provat dhe ne kurrë nuk do të jemi në gjendje të vërtetojmë atë që bëri ai.
Kiara mori frym thellë, duke I drejtuar supet në një qëndrim të vendosur. Dhe kur nuk do ta dim se ku është Olivia. Ata ecën në heshtje nëpër korridor për në zyrën e Viktorit. Dera ishte pak e hapur dhe ata mund ta dëgjonin Pietron duke murmuritur ndërsa punonte. Marko I bëri shenjë Kiarës të qëndronte pas tij, pastaj e shtyu derën butësisht. Po punon deri vonë, Pietro, tha Marko, duke e bërë burrin më të vjetër të kthehej menjëherë. Pietro u habi qartë, por shpejt e rifitoi qetësinë, duke marrë një ajër profesional qetësie. Marko. Më trembët. Çfarë po bën këtu në këtë orë? Sytë e tij u zhvendosën nga Kiara, e cila ishte shfaqur pas Markos. Dhe Kiara mendova se kishe shkuar në shtëpi. Mund të bëjmë të njëjtën pyetje, Pietro, u përgjigj Kiara duke hyrë në zyrë. Çfarë po bën në zyrën e babait tim me ato kuti me dokumente? Pietro qeshi, por kishte një tension të dukshëm në shpatullat e tij. Po organizoi vetëm disa dosje të vjetra që duhen arkivuar siç duhet. E di sa I kujdesshëm ishte babai yt me dokumentacionin. Marko bëri një hap përpara. Mjaftueshëm I përpikt për të zbuluar se po vidhnit nga kompania nëpërmjet Muller Construction? Shpreha e Pietros ndryshoi menjëherë. Maska e butësisë u zhduk, e zëvendësuar nga diçka e ftohtë dhe llogaritse. Nuk e di për çfarë po flet. Ne e dim për kontratat e fryra, Pietro, tha Kiara me zërin që I forcoi. Ne e dim për llogarinë në Ishujt Kajman, për kompaninë e sigurisë, për Luca Carminin. Pietro qëndroi I heshtur për sekonda të gjata, duke I analizuar ato si një grabitqar që vlerëson prenë e tij. Më në fund, ai pshërtiu dhe u ul në karrigen e Viktorit, sikur të ishte me të drejtë e tija. Viktori ishte gjithmonë shumë naiv për biznesin modern. Ai kishte shumë parime në një kohë kur parimet nuk I paguajnë faturat. Pra, e pranon që po vjedhje, pyeti Marko. Po vjedh, qeshi Pietro me hidhërim. Po e shpëtoja këtë kompani, djalosh. Ndërsa Viktori shqetësohej për çështjet etike dhe transparencën, unë sigurohesha që të kishim kapital të mjaftueshëm për të konkuruar në treg. A mendon se kjo kompani ndërtimi u bë rastësisht një nga më të mëdhat në kryeqytet? Kiara ju afrua tavolinës së të atit duke vendosur duart mbi të në mënyrë posesive. Babai im e ndërtoi këtë kompani me ndershmëri dhe punë të palodhur. Babai yt ishte ëndërrimtar, Kiara. Dhe ëndërrimtarët nuk mbjetojnë në botën reale. Pietro hapi një sirtar në tavolinë dhe nxori një dosje. Do të dish të vërtetën rreth hetimit të Olivias? Viktori më kërkoi ta punësoja. Ai donte të bënte një audit të brendshëm sepse dyshonte se dikush po manipulonte shifrat. Marko ndjeu stomakun të tkurej. Viktori të kërkoi të punësoj Olivian? Ironike, apo jo? Burri që më punësoi për të hetuar përfundoi duke më hetuar mua. Pietro shfletoi rastësisht dosjen. Kur e kuptoi se çfarë po zbulonte Olivia, Viktori erdhi të fliste me mua. Tha se do të më jepte një shans për t'i shpjeguar, për t'i kthyer parat dhe për ta zgjidhur gjithçka në mënyrë miqësore. Dhe çfarë bëre? Pyeti Kiara, megjithse dyshonte tashmë për përgjigjen. Bëra atë që ishte e nevojshme për të mbrojtur të ardhmen e kompanisë. Dhe të ardhmen time, sigurisht. Pietro u ngrit duke ecur drejt dritares. Viktori ishte shumë emocional, shumë I lidhur me konceptet e vjetruara të së drejtës dhe të gabuarës. Ai nuk mund ta kuptonte që ndonjëherë duhet të bësh zgjedhje të vështira. Marko bëri një hap përpara, me grushtet e shtrënguar. Ku është Olivia, Pietro? Pietro u kthye ngadalë me një buzëqeshje mizore që I luante në buzë. Olivia e bukur. Kaq e përkushtuar, kaq e vendosur. A mendonte vërtet se mund të më mposhte me flet llogaritset dhe provat e saj? Përgjigju pyetjes, tha Kiara me vendosmëri. Olivia është mirë, mund të jesh e qetë. Shumë mirë, në fakt Luca e gjeti në një qytet të vogël në fshat, duke punuar në një firmë të vogël kontabiliteti me një emër të rrem. Pietro u kthye në karrigen e tij, duke shijuar qartë pushtetin që ai kishte mbi ta. Ajo ka ndërtuar një jetë të re për veten. Madje ka edhe një të dashur të ri, një kontabilist vendas shumë të mirë. Fjalët e goditën Markon si grushte fizike. A e kishte rindërtuar Olivia jetën e saj? A kishte gjetur dikë tjetër? Kjo është gënjeshtër, murmuriti ai. Marko, djali im I dashur, pse do të gënjeja tani?
E vërteta është se Olivia zbuloi se po hetoi nga kompania ime e sigurisë dhe vendosi të zhdukej për të mbrojtur ty dhe vajzën. Por pas disa muajsh, ajo e kuptoi se i pëlqente jeta e saj e re. Pietro u përkul përpara. Ajo nuk u kthye sepse nuk donte. Chiara vuri re shkatërimin në fytyrën e Marcos dhe ndiu një val zemërimi që i ngjitej në gjoks. Po gënjen, Pietro. Nëse Olivia kishte zgjedhur një jetë të re, pse e mban ende byzylykun që i dha Marco? Pietro rrudhi vetullat. Çfarë byzylyku? Këtë, tha Chiara, duke treguar kyçin e dorës. Ma dhe vetë bashkë me sendet e babait tim. Nëse Olivia do të kishte zgjedhur një jetë të re, pse do të linte pas një xhevahir kaq të rëndësishëm? Konfuzioni në fytyrën e Pietros ishte i sinqertë. Ai byzylyk ishte midis sendeve të Viktorit? Jo, kjo nuk ka kuptim. Marco ju afrua tavolinës me mendjen që i vinte vërdall. Nuk e dije për byzylykun, apo jo, Pietro? Sepse Olivia nuk arriti kur në fshat. Për çfarë po flet? Pietro po humbiste qartë kontrollin e situatës. Olivia shkoi te babai im përpara se të zhdukej, tha Chiara ngadalë, ndërsa copat ranë në vendin e tyre në mendje. Ajo i dha byzylykun dhe letrën, duke i kërkuar t'i mbante derisa të ishte e sigurt që ajo të kthehej. Por diçka shkoi keq me planin e tyre. Marco vazhdoi arsyetimin e tij. Babai yt zbuloi se ti e dije për hetimin që në fillim. Ai e kuptoi se ishe më i rrezikshëm nga sa imagjinonte, kështu që i tha Olivias të qëndronte i fshehur. Dhe kur babai im ndëroi jetë vitin e kaluar, përfundoi Chiara, Olivia nuk ishte e sigurt nëse ishte e sigurt të kthehej, sepse vetëm ai e dinte të gjithë planin. Pietro ishte zbehur dukshëm. Viktori nuk tha kur ai më siguroi se hetimi kishte ndaluar. Sepse ai po e mbronte Olivian nga ti, tha Marco, ndërsa zemërimi i tij po shtohej. Të gjitha ato histori për të që ka një jetë të re, për të gjetur dikë tjetër, janë gënjeshtra që i shpiku për të na ngatëruar. Chiara e mori telefonin. Pietro Muller, në emër të Alliance Construction, po i informoi autoritetet kompetente për përvetësimin e palishëm të fondeve dhe kërcënimin e mundshëm të punonjësve. Pietro u ngrit shpejt. Nuk ke prova të mjaftueshme. Unë shkatërova shumicën e dokumenteve dhe fjala ime vlen po aq sa e jotja. Në fakt, tha një zëfemëror nga dera, ata kanë prova. Të gjithë u kthyen për të parë Agnesin që qëndronte në pragun e zyrës duke mbajtur një çantë të madhe. Marco e shikoi me habi. Agnes? Si? Më fal për ndërhyrjen, Marco, por mendoj se është koha që të gjithë ta dini të vërtetën se kush jam unë në të vërtetë. Agnesa hyri në zyrë me qëndrimin e saj krejtësisht të transformuar. Emri im i vërtet është Anne Rollins dhe kam qenë një hetuese private e punësuar nga Victor Alliance për 3 vjet. Heshtja në zyrë ishte absolute. Pietro ishte zbehur si një fantazmë, ndërsa Marco përpiqej të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Viktori e kishte dyshuar Pietron për një kohë të gjatë, por i duheshin prova konkrete. Kur punësoj Olivian për audit, më punësoj edhe mua për të mbajtur në vëzhgim Pietron dhe për të mbrojtur familjen e tij. Ana e shikoi Markon me dashuri. Unë jam kujdesur për Rosen, jo vetëm si një nder, Marco. Ishte puna ime ta mbroja atë. Ti e dije se ku ishte Olivia gjatë gjithë kësaj kohe, pyeti Marco, me zërin që i dridhej pothuajse. Ana buzëqeshi butësisht. Olivia është e sigurt në një qytet bregdetar, duke punuar në një han në mbikëqyrjen time. Ajo ka 2 vjet që pret shenjen se është e sigurt të kthehet në shtëpi. Marco ndjeu se këmbët po i dobësoheshin dhe u mbështet në tavolinë. Olivia ishte gjallë, ishte e sigurt dhe po priste të shkonte në shtëpi. Dhe Pietro, ju drejtua Ana burrit që ishte mbështetur në mur, të gjitha aktivitetet e tua janë dokumentuar me kujdes gjatë 3 viteve të fundit. Kam prova të mjaftueshme për t'u siguruar që do të kalosh një kohë të konsiderueshme duke u shpjeguar autoriteteve metodat e tua. Pietro i shikoi të tre, duke kuptuar se maskaradës së tyre i kishte ardhur fundi. Viktori ishte gjithmonë shumë paranojak për të mirën e tij. Jo, tha Chiara, duke ju afruar atij. Babai im thjesht kujdesej për njerëzit që i donte. Dhe tani, falti, më në fund do të jemi në gjendje të arrijmë drejtësi. Kur policia mbërriti 20 minuta më vonë, Pietro u mor pa rezistencë. Ana shpjegoi se i kishte telefonuar autoritetet sapo kishte kuptuar se situata po zhvillohej atë natë.
Marko e shikoi Kiarën duke u përpjekur ende të përpunonte gjithçka që kishte ndodhur. Kur mund ta shoh Olivian? Po nesër në mëngjes, u përgjigj Ana me një buzëqeshje. Mendoj se edhe ajo mezi pret të mësoj se si u rrit Rose dhe të falenderoj gruan që ndihmoi në mbrojtjen e familjes së saj. Kiara ndjeu një piçkim të diçkaje që nuk mund ta identifikonte tamam. Ishte gëzim për ribashkimin e familjes së Markos, por edhe një trishtim i pashpjegueshëm. Ajo ishte mësuar me partneritetin e tyre, me ndjesinë e të pasurit një mision të përbashkët. Kiara, tha Marko, sikur po i lexonte mendimet. Asgjë nga kjo nuk do të kishte qenë e mundur pa ty Olivia do të dojë të falenderoj personalisht për gjithçka që ke bërë. Ana e vëzhgoi bashkëveprimin e tyre dhe buzëqeshi diskret. Disa histori dashurie kishin nevojë për kohë që të lulëzonin dhe ajo dyshonte se historia e Markos dhe Kiarës sapo kishte filluar, jo mbaronte. Udhëtimi me makinë deri në qytetin bregdetar zgjati 3 orë, por për Markon u duk si një përjetësi. Rose flinte në sediljen e pasme, e veshur me fustanin e saj më të mirë me lule, ndërsa Ana ngiste me qetësinë e dikujt që e kishte bërë atë udhëtim shumë herë më parë. Kiara kishte këmbëngulur t'i shoqëronte, duke pretenduar se donte të sigurohej personalisht që Olivia ishte mirë, por Markoja dyshonte se pas vendimit të saj fshihej diçka më shumë. Je nervoze? Pyeti Kiara, duke vënë re se si Marko po i përplaste gishtat në gjuhë. I tmerruar do të ishte një fjalë më e përshtatshme, u përgjigj ai me ndershmëri. 2 vjet janë shumë, Kiara. Po sikur të ketë ndryshuar? Po sikur të mos dëshiroj më të kthehet në shtëpi? Ana hodhi një vështrim në pasqyrën e pasme. Marko, Olivia pyet për ty dhe Rozën çdo ditë. Ajo thjesht nuk është kthyer sepse nuk ishte e sigurt nëse do të ishit të sigurt. Qyteti ishte i vogël dhe simpatik, me shtëpi shumë ngjyrëshe të shpërndara midis palmave dhe një pamje mahnitëse të oqeanit. Ana ndaloi makinën përpara një han komod të quajtur Streha e Yjeve. Marko buzëqeshi ironikisht kur pa emrin. Ajo e zgjodhi emrin, shpjegoi Ana, duke vënë re shprehjen e saj. Ajo tha se yjet kishin qenë gjithmonë mënyra e saj për të orientuar. Roza ishte zgjuar dhe po e shtypte hundën pas xhamit të makinës. Babi, pse erdhëm këtu? The se ishte një surprizë e veçantë. Marko mori frym thellë, duke u përgatitur për momentin më të rëndësishëm të 2 viteve të fundit. Roza, e dashur, të kujtohet si pyet gjithmonë për mamin? Po, u përgjigj vajza, sytë e saj të mëdhenj u mbushën me shpresë. E po, mami është këtu. Asaj ju desh të qëndronte larg për pak kohë për të na mbrojtur, por tani mund të kthehet në shtëpi. Sytë e Rozës u zgjeruan dhe filloi të duartrokiste me entuziazëm. A është mami këtu? A mund ta shoh tani? Ata dolën ngadalë nga makina, Marko mbante Rozën në krah, ndërsa Kiara dhe Ana i ndiqnin. Dera e hanit u hap para se të arrinin në balkon dhe u shfaq Olivia. Marko ndjeu sikur bota kishte ndaluar. Olivia ishte më e dobët, flokët e saj ishin më të gjatë dhe kishte diçka të ndryshme në sytë e saj, një pjekuri që nuk kishte qenë aty më parë. Por ajo ishte ende gruaja që ai e donte, ende nëna e Rose. Marko, përshpëriti ajo, ndërsa duart i mbuluan gojën nga tronditja dhe gëzimi. Rose ja nguli sytë gruas të dera, pastaj Markos. Babi, ajo është. Po, vajza ime. Është mami jote. Rose i shtriu krahët drejt Olivias, e cila vrapoi metrat e fundit që i ndanin. Nëna dhe e bija u përqafuan në mes të kopshtit të hanit, të dyja duke qarë, ndërsa Marko e shikonte skenën me lot që i rridhnin në fytyrë. Roza ime e vogël, thiri Olivia, duke ja mbuluar fytyrën vajzës së saj me puthje. Sa shumë je rritur. Sa e bukur je. Mami, pse ike? Babi ishte shumë i trishtuar, tha Roza me ndeshmërinë tipike të fëmijëve. Më është dashur të mbroj, dashuria ime. Por tani mund të shkoj në shtëpi dhe të premtoj se nuk do të lë më kurrë. Marko ju afrua ngadalë, ende pa e besuar plotësisht se ishte e vërtetë. Olivia ngriti syt nga ai dhe për një moment ata thjesht shikuan njëri tjetrin, 2 vjet ndarje, dhimbje dhe mall që kalonin në heshtje mes tyre. Përshëndetje, tha ai thjesht. Përshëndetje, u përgjigj ajo, duke buzëqeshur mes lotëve. Ata u përqafuan, me Rozën midis tyre, duke ribashkuar familjen që ishte ndarë nga rrethana përtej kontrollit të tyre. Kiara e shikonte skenën nga disa metra larg, duke ndier një përzierje komplekse gëzimi për lumturinë e tyre dhe një dhimbje të pashpjegueshme në zemër.
Ana i preku butësisht shpatullën Kiarës. A do të doje të bënim një shëtitje në për qytet ndërsa ata flasin? Mendoj se kanë nevojë për pak kohë vetëm. Kiara pohoi me kokë, duke kuptuar se prania e saj atje mund të mos ishte e nevojshme në atë moment. Sigurisht. Dua vetëm të sigurohem që ajo është vërtet mirë. Olivia vuri re Kiarën dhe ju afrua, duke mbajtur ende Rozën në krah. Ti duhet të jesh Kiara Allianz. Ana më tregoi gjithçka se si e ndihmove Markon të zbulonte të vërtetën. Ishte më e pakta që mund të bëja, u përgjigj Kiara, duke e detyruar të buzëqeshte. Në fund të fundit ishin gabimet e kompanisë sime ato që shkaktuan gjithë këtë situatë. Jo, tha Olivia me vendosmëri. Ishin zgjedhjet e Pietros që e shkaktuan këtë. Dhe ishin zgjedhjet e tua që ndihmuan në zgjidhjen e gjithçkaje. Ajo ju drejtua Kiarës. Faleminderit që u kujdese për familjen time, ndërsa unë nuk munda. Kiara i shtrëngoi dorën, por kishte diçka në mënyrën se si Olivia tha familja ime që e bëri të ndihej si një ndërhyrëse. S'ka problem. Jam e lumtur që gjithçka shkoi mirë. Ata e kaluan pjesën tjetër të mëngjesit në verandën e Hanit, ndërsa Olivia rrëfente jetën e saj gjatë 2 viteve të fundit, si kishte punuar si kontabiliste për Hanin dhe si kishte ndihmuar në zgjerimin e biznesit. Rose nuk u largua nga prerja e nënës së saj për asnjë moment, sikur të kishte frikë se do të zhdukej përsëri. Olivia, tha Marko gjatë një pauze në bisedë, dua që të dish se Kiara ishte thelbësore në të gjithë këtë. Patë, unë nuk do ta kisha zbuluar kur të vërtetën për Pietron, as nuk do të kisha takuar ty. Olivia e shikoi Kiarën me një kuriozitet të ri. Marko ka qenë gjithmonë mirënjohës nga natyra, por rrallë e kam parë të flas për dikë me kaq shumë dashuri. Kiara ndjeu fytyrën që po i nxehej. Ne punuam së bashku vetëm për të zgjidhur misterin. Ishte një partneritet profesional. Ishte më shumë se kaq, tha Marko butësisht, duke e parë Kiarën në një mënyrë që e bëri Olivian të rrudhte pak vetullat. Një heshtje e sikletshme u vendos midis tyre. Rose, e pavetëdijshme për tensionet e të rriturve, po i tregonte nënës së saj vizatimet që kishte bërë gjatë mungesës së saj. Ana u kthye në atë moment, duke sjell akullore për të gjithë. Mendova se Rose do të donte të provonte akulloren me kokos të qytetit, tha ajo, duke i dhënë vajzës një akullore me akullore. Tezja Ana më blinte gjithmonë akullore kur babi ishte i trishtuar, komentoi Rosa pafajësisht. Olivia shikoi nga enët e Marko, duke vënë re për herë të parë intimitetin familjar midis tyre. Ana më tha se u kujdes për Rozën gjatë këtyre 2 viteve. Si mund ta falenderoj siç duhet për këtë? S'ka nevojë të më falenderosh, u përgjigj Ana. Kujdesi për Rozën ishte një kënaqësi. Ajo është një vajzë e veçantë. Dhe babit i pëlqen shumë edhe Kiara, vazhdoi Rose, e pavetëdijshme për shqetësimin që po i shkaktonin fjalët e saj. Ai gjithmonë buzëqesh kur flet për të. Olivia e shikoi drejt për drejt Markon, me sytë që i bënin një pyetje të heshtur, të cilës ai nuk ishte i përgatitur t'i përgjigjej. Rose, tha shpejt Marko, po sikur t'i tregojmë mamit plazhin? Ana tha se është shumë e bukur. Pasditja në plazh ishte e tensionuar pavarësisht përpjekjeve të të gjithëve për ta mbajtur atmosferën të gëzueshme. Rose luante në rër me Olivian duke ndërtuar kështjella dhe duke mbledhur guaska, ndërsa Marko, Kiara dhe Ana shikonin nga një peshqir. Marko, tha Olivia ndërsa Rose u largua për të marrë më shumë guaska, duhet të flasim seriozisht për të ardhmen tonë. Sigurisht, u përgjigj ai, por zëri i tij përcillte një hezitim që nuk kaloi pa u vënë re. Këto 2 vitet e fundit kanë ndryshuar shumë. Për mua, për ty, për Rose Ann. Olivia u ul pranë tij. Nuk mund të kthehemi thjesht siç ishim më parë. Kiara u ngrit në këmbë e parehatshme. Ndoshta duhet të dalë për një shëtitje. Jo, tha Olivia, duke i habitur të gjithë. Mendoj se duhet të qëndrosh. Kjo bisedë të përfshin edhe ty. Marko duke i hutuar midis 2 grave. Olivia, çfarë do të thuash? Olivia mori frym thellë, duke marrë një vendim që e kishte menduar gjithë ditën. Marko, është e qartë se ke ndjenja për Kiarën. Dhe sinqerisht, nuk mund të fajsoj. Mendove se të kisha braktisur. Vazhdove me jetën tënde. Olivia, nuk është kaq e thjeshtë, filloi Marko. Pikërisht kështu është, më ndërpreu ajo butësisht. Dhe e di çfarë? Këto 2 vjet më kanë ndryshuar edhe mua.
Kam mësuar të jem e pavarur, të marr vendimet e mia, të ndërtoj një jetë vetë. Ajo shikoi Rose Ann duke luajtur në plazh. Unë ende të dua, Marco. Gjithmonë do të dua. Por nuk e di nëse jam ende e dashuruar me ty. Heshtja që pasoi u thye vetëm nga zhurma e valëve që përplaseshin në plazh. Kiara ndjeu sikur po përgjonte një bisedë private, por nuk mund ta largonte shikimin. Çfarë po përpiqesh të thuash? Pyeti Marco me zë të ulët. Po them se ndoshta nuk duhet të përpiqemi të detyrojmë një kthim në të kaluarën. Ndoshta duhet të shohim se ku janë vërtet zemrat tona tani, në të tashmen. Ana, e cila kishte heshtur deri në atë moment, vendosi të ndërhynte. Pse të mos kthehemi në Han? Po bëhet vonë dhe Rosa duhet të jetë e lodhur. Gjatë darkës në Han, biseda u përqendrua te Rose dhe sjelljet e saj të çuditshme gjatë 2 viteve të fundit. Olivia donte të dinte për çdo moment të rëndësishëm që kishte humbur, për çdo fjalë të re që Rose kishte mësuar, për çdo shpërthim zemërimi dhe për çdo arritje. Ajo mësoi të ngiste biçiklet 6 muaj më parë, tha Marco. Kiara e ndihmoi të zgjidhte një biçiklet Rose me rrota ndihmëse. Ishte Kiara aty? Pyeti Olivia. Ajo gjithmonë shfaqej kur kisha nevojë për ndihmë me Rose Ann, shpjegoi Marco. Edhe para se të mësonin për Pietron, ajo tashmë po tregonte interes për situatën tonë. Kiara u zhvendos në mënyrë të pakëndshme në karrigen e saj. Sa po vura re se Marco ishte gjithmonë i raskapitur dhe Rose dukej se kishte nevojë për një figurë femërore në jetën e saj. Dhe e përmbushe atë rol shumë bukur, tha Olivia, por kishte diçka në mënyrën se si e tha që i bëri të gjithë të ndalonin së ngrëni. Rosa, e cila e kishte mbaruar darkën, u ngjit në prerin e Olivias. Mami, do të vish në shtëpi me ne? Po, dashuria ime. Mami do të kthehet. Dhe a do të jeni bashkë për gjithmonë ti dhe babi? Pyetja e fëmijës jehoi në heshtjen e dhomës së ngrënies dhe të gjithë të rriturit shkëmbyen vështrime, asnjëri prej tyre nuk dinte saktësisht se si të përgjigjej. Rose, tha Olivia me kujdes, ndonjëherë të rriturit kanë nevojë për kohë për të gjetur mënyrën më të mirë për të qenë një familje e lumtur. Por ju e doni njëri tjetrin, apo jo? Këmbënguli Rosa, me logjikën e thjeshtë të fëmijërisë. Marco shikoi Olivian, pastaj Kiarën, i ndarë midis dashurisë që kishte ndarë me Olivian dhe ndjenjave të reja që kishte zhvilluar për Kiarën. Rose, dashuria është më e ndërlikuar nga ç'duket kur jemi të vegjël. Nuk mendoj kështu, tha vajza duke përpëlitur. Ju dua të gjithëve dhe ju më doni mua. Pse të rriturit e bëjnë gjithçka kaq të vështirë? Ana buzëqeshi, duke u ngritur për të marrë Rosën. Po sikur ta vë filozofin e vogël në shtrat. Ju të dy mund ta vazhdoni këtë bisedë të rëndësishme nesër. Kur Ana u largua me Rosën, Olivia, Marco dhe Kiara mbetën vetëm për herë të parë që nga ribashkimi i tyre. Tensioni në ajër ishte i prekshëm. Marco, tha Olivia butësisht, e di që do të bësh gjën e duhur. Gjithmonë ka qenë kështu. Por ndonjëherë gjëja e duhur nuk është e qartë. Çfarë doni të bëj? Pyeti ai, qartësisht i hutuar. Dua të jesh e sinqert me veten për atë që ndjen. Dhe dua që edhe Kiara të bëjë të njëjtën gjë. Olivia u ngrit duke ja rregulluar fundin. Do të dalë për një shëtitje në plazh. Ju të dyja duhet të flisni. Kur mbetën vetëm, Marco dhe Kiara shikuan njëri tjetrin, të pasigurt nga t'ia fillonin. Më në fund, ishte Kiara ajo që e theu heshtjen. Marco, ndoshta Olivia ka të drejtë. Ndoshta duhet të jemi të sinqert për atë që po ndodh mes nesh. Dhe çfarë po ndodh mes nesh, Kiara? Ajo hezitoi, pastaj e pa drejt në sy. Ti e di saktësisht çfarë po ndodh. Pyetja është se çfarë do të bëjmë në lidhje me këtë. Marco dhe Kiara ecën në heshtje drejt verandës së Hanit, ku ulën në lëkundjen prej druri që lëkundej butësisht nga flladi i detit. Yjet shkëlqenin fort në qiellin e kthjellët dhe zhurma e valëve krijonte një kolonë zanore perfekte për një bisedë që të dy e dinin se ishte e pashmangshme. Kiara, filloi Marco, kur Olivia u zhduk, mendova se jeta ime kishte mbaruar. Nuk e dija si do të ishte të ishe një baba beqar, nuk dija si t'i shpjegoja Rose pse nëna e saj ishte larguar. Dhe tani, pyeti ajo butësisht. Tani e di që jo vetëm që mbijetova, por u bëra një njeri më i mirë. Dhe një pjesë e madhe e kësaj ishte fal teje. Marco u kthye ta shikonte. Ti u shfaqe në jetën time kur kisha më shumë nevojë për ty, pa e ditur fare. Kiara ndjeu lotët që i mbusheshin me sy.
Marko, nuk mund të thuash gjëra të tilla. Olivia është kthyer. Familja jote mund të jetë përsëri bashkë. Ai mundet, u pajtua ai. Por a duhet ta bëj? Çfarë do të thuash? Marko kaloi dorën nëpër flok, një gjest që Kiara kishte mësuar ta njihte si shenjë se po luftonte me ndonjë mendim të vështirë. Olivia është ndryshe. Unë jam ndryshe. Këto 2 vite na kanë ndryshuar në mënyra që ndoshta nuk mund të zhbëhen. Por ajo është nëna e Rozës. Ju të dyja keni një histori së bashku, një dashuri të vërtetë. E bëm, korrigjoi Marko. Dhe ishte e vërtetë, e bukur dhe e rëndësishme. Por ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të mbajtur 2 njerëz bashkë. Ai i kapi dorën Kiarës. Dhe ndonjëherë dashuria na çon në drejtime krejtësisht të reja. Kiara i ndërthuri gishtat e saj me të tijat, duke ndjerë ngrohtësinë dhe sigurinë që ndjente gjithmonë pranë tij. Marko, nuk dua të jem personi që shkatëron një familje. Ti nuk po shkatëron asgjë. Ti po tregohesh i sinqert për ndjenjat e tua, dhe unë po tregohem e sinqert për të mia. Ata u ndërpren nga mbërritja e Olivias, e cila po kthehej nga shëtitja e saj në plazh. Ajo u ndal në hyrje të balkonit, duke vëzhguar skenën intime midis tyre dhe buzëqeshi me trishtim. A mund të bashkohem? Pyeti ai. Marko dhe Kiara u ndan pak, por nuk ja lëshuan duart njëri tjetrit. Sigurisht, tha Kiara. Olivia u ul në një karrige përpara lëkundjes, duke i studiuar fytyrat e të dyjave. A kanë arritur në ndonjë përfundim? Olivia, nuk duam të lëndojmë, filloi Marko. Dhe nuk do ta bëjnë, e ndërpreu ajo. Marko, gjatë këtyre 2 viteve larg, mësova shumë për veten time. Zbulova se jam më i fortë dhe më i pavarur nga sa i kisha imagjinuar ndonjëherë. Ndërtova një jetë këtu që më bën të lumtur. Por ti the se do të ktheheshe në shtëpi, i kujtoi Kiara. Dhe do ta bëj. Duhet të kthehem për Rose Ann, duhet të jem nëna që ajo meriton. Olivia u përkul përpara. Por kjo nuk do të thotë që unë dhe Marko duhet të përpiqemi ta rindërtojmë martesën tonë vetëm sepse kjo është ajo që njerëzit presin. Marko rudhi vetullat. Po thua se nuk do ta provosh përsëri? Po them se e njoh realitetin. Olivia buzëqeshi, por në sytë e saj kishte trishtim. Ti u dashurove me Kiarën, Marko. Dhe ajo u dashurua me ty, mund ta shoh qartë këtë, edhe nëse ende po përpiqesh ta kuptosh. Kiara ndjeu fytyrën e saj të skuqej. Olivia, nuk kam pasur kur ndërmend. E di, tha Olivia butësisht. Dhe pikërisht për këtë arsye e di që ju të dy jeni perfekt për njëri tjetrin. As ti dhe as Marko nuk e kërkoni. Ndodhi natyrshëm, ndërsa po punonit së bashku për të më gjetur mua. Heshtja u zgjat për disa minuta, secili i zhytur në mendimet e veta. Më në fund, Marko foli. Por Roza, si t'ja shpjegojmë këtë asaj? Ne i shpjeguam të vërtetën, u përgjigj Olivia. Se ndonjëherë të rriturit ndryshojnë, se ndonjëherë dashuria merr forma të ndryshme, por se ajo gjithmonë do të duhet pa kushte nga të gjithë ne. Të gjithë ne, përsëriti Kiara. Nëse do të ishe pjesë e familjes son jo tradicionale, tha Olivia me një buzëqeshje të sinqertë. Rose të do tashmë si një nën kumbare, dhe unë do të doja shumë të kisha një shoqe si ty. Kiara ndjeu lotët që i rridhnin në fytyrë. A do të ishe në gjendje ta bëje këtë? Duke qenë shoqja ime, edhe duke e ditur këtë. A e do baban e vajzës sime? Përfundoi Olivia. Kiara, unë preferoj shumë më tepër që Rose të rritet duke parë shembuj të dashurisë së vërtetë dhe të ndershme se sa të shoh prindërit e saj duke u shtirur sikur kanë ndjenja që nuk ekzistojnë më. Ana u shfaqte dera në atë moment. Më fal që të ndërpres, por Roza u zgjua dhe po të kërkon. Të tre u ngritën dhe shkuan në dhomën ku Rose ishte ulur në shtrat, duke fërkuar sytë e saj të përgjumur. Mami? Babi? Pash një makth. Olivia u ul në shtrat dhe e tërhoqi Rozën në prerë. Do t'ja thuash mamit? Pash në ëndër sikur ju të dy po ziheshit dhe sikur po iknit përsëri, tha Rose, duke fshehur fytyrën në gjoksin e Olivias. Marko u ul në anën tjetër të shtratit, duke i ledhatuar flokët e së bijës. Rose, nuk do të zihemi. Dhe nëna jote nuk do të largohet. Por nuk do të jetoni më bashkë, apo jo? Pyeti Roza, me perceptimin e mprehtë të fëmijëve. Olivia dhe Marko shkëmbyen vështrime mbi kokën e Rosit. Ishte momenti i së vërtetës.
Dashuria ime, tha Olivia butësisht, ndonjëherë dy njerëz mund ta duan shumë njëri tjetrin, por zbulojnë se janë më të lumtur që janë miq të veçantë se sa të martuar. Si jeni ti dhe babi? Pyeti Rosa. Ashtu si unë dhe babi. Rosa mendoi për një çast, pastaj shikoi nga vendi ku qëndronte Kiara te dera. Po Kiara, a do të jetë ende shoqja jon? Marko ja zgjati dorën Kiarës, e cila ju afrua me ngurrim. Rose, si do të ndieshe nëse Kiara do të ishte më shumë se sa thjesht shoqja jon? Nëse do të ishte nëse do të ishte një person shumë i veçantë në jetën tonë? Rose shikoi nga Marko te Kiara, pastaj te Olivia. Do të thuash si një nënë e re? Jo pikërisht, shpjegoi Olivia. Unë do të jem gjithmonë mami jote, dashuria ime. Por Kiara mund të jetë një njerëz që të do shumë. Dy nëna? Sytë e Rozës ndriçuan. A do të thotë kjo 2 herë më shumë përqafime dhe 2 herë më shumë njerëz që të kujdesen për mua? Të rriturit qeshën, të lehtësuar nga thjeshtësia e logjikës së fëmijës. Diçka e tillë, tha Marko. Rose kërceu nga shtrati dhe vrapoi ta përqafonte Kiarën. Do të më pëlqente shumë. A mund të quaj nën kumbare, Kiara? Kiara u gjunjëzua për të qenë në lartësinë e Rose, duke e përqafuar vajzën fort. Do ta doja shumë këtë, Rose. Më shumë se çdo gjë në botë. Mëngjesi tjetër solli një energji të ndryshme në Han. Ata kaluan orë të tëra duke diskutuar për rregullimet praktike të situatës së re. Olivia vendosi të kthehej në kryeqytet, por jo në shtëpinë që kishte ndarë me Markon. Në vend të kësaj, ajo do të kërkonte apartamentin e saj mjaftueshëm afër, në mënyrë që Rose të mund të lëvizte lehtësisht midis 2 shtëpive. Dua ta rindërtoj karrierën time si hetuese private, shpjegoi Olivia. Anna më ofroi një partneritet në kompaninë e saj të sigurisë. Po Pietro, pyeti Kiara. Anna buzëqeshi. Pietro përballet me akuza të shumta. Midis përvetësimit të parave, kompanisë së paregjistruar të sigurisë dhe përpjekjeve për frikësim, ai do të jetë i zënë me avokat për një kohë të gjallë. Marko u kthye nga Kiara. Po ne? Çfarë bëjmë me kompaninë? Kam menduar për këtë, u përgjigj Kiara. Do të doja ta ristrukturoja plotësisht Alliance Construction. Dua të zbatoj politika të transparencës së plot dhe të krijoj një bord të pavarur etike. Dhe a do të doje që unë të isha pjesë e atij këshilli? Pyeti Marko, duke buzëqeshur. Në fakt, po mendoja për diçka më gjithëpërfshirëse. Po sikur të bëheshim partner në kompani? Me ekspertizën dhe integritetin tuaj teknik, ne mund ta transformojmë aliansin në një pikë referimi për ndërtim të qëndrueshëm dhe etik. Marko e shikoi Olivian, e cila pohoi me kokë në mënyrë inkurajuese. Mendoj se do të ishte perfekte për ty, Marko. Ti gjithmonë ke dashur të punosh në projekte që bëjnë një ndryshim në botë. Rose, e cila kishte luajtur me guaska deti në balkon, vrapoi përsëri drejt tyre. A mund t'ju bëj një pyetje të rëndësishme për të rritur? Sigurisht, tha Olivia. Kur të ktheheni të gjithë në shtëpi, a do të bëjmë një festë? Për të festuar që familja jon është bërë më e madhe në vend që të jetë zvogëluar? Kiara ndjeu përsëri lotët që i mbusheshin sytë. Mendoj se do të ishte një festë e bukur, Rose. Dhe a mund ta ftojmë edhe teze Anën? Ajo është praktikisht pjesë e familjes. Ana, e cila kishte qëndruar diskret në sfond gjithë mëngjesin, u afrua. Do të ishte një nder të isha pjesë e festës suaj. Kur erdhi koha për t'u larguar, të gjithë ishin të emocionuar, por edhe plot shpresë. Udhëtimi për në kryeqytet ishte i mbushur me të qeshura dhe plane për të ardhmen. Rose u ul në mes, midis Markos dhe Olivias, ndërsa Kiara ngiste makinën dhe Ana merrte me vete. E di, tha papritur Rosa, mendoj se familja ime është më mirë tani se sa ishte më parë. Pse? Pyeti Marko. Sepse më parë, kisha vetëm 2 persona që më donin shumë. Tani kam 4. Olivia i shtrëngoi dorën të bijës. Dhe e di çfarë do të thotë kjo? Çfarë? Do të thotë që je 4 herë më me fat. Rosa buzëqeshi, e kënaqur me matematikën e dashurisë. Më pëlqen ky ekuacion. Marko shikoi në pasqyrën e pasme Kiarën, e cila i buzëqeshi. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ai u ndjei i plot.
Jo në mënyrën që e kishte planifikuar ose imagjinuar, por në një mënyrë edhe më të mirë sepse ishte ndërtuar me ndershmëri, me guximin për t'u përballur me ndryshimet dhe për të përqafuar mundësitë e papritura. Ndërsa peizazhi kalonte pranë dritares, Marko mendoi për byzylykun me yje që i kishte bashkuar të gjithë ata njerëz. Olivia kishte pasur të drejtë kur tha se yjet kishin qenë gjithmonë mënyra e saj për të orientuar veten. Dhe tani, duke parë 3 gratë të rëndësishme në jetën e tij, ai e dinte se kishte gjetur yjsinë e tij të përsosur. 6 muaj më vonë, jeta kishte gjetur një ritëm harmonik që askush prej tyre nuk mund ta kishte imagjinuar më parë. Shtëpia që Marko dhe Chiara blenë së bashku ishte mjaftueshëm e bollshme për të akomoduar Rose gjatë javëve që ajo kaloi me ta, dhe mjaftueshëm afër apartamentit të Olivias saqë vajza mund të shkonte atje sa herë që donte të shihte nënën e saj. Ishte mëngjes i shtunë dhe Rose ishte në kuzhinë duke ndihmuar Kiarën të përgatiste petullat për mëngjesin e veçantë që kishin planifikuar. Marko po punonte në kopsht, duke mbjellë trëndafila pranë kopshtit të vogël me perime që Rose kishte këmbëngulur ta krijonte. Ndrikulla Kiara, tha Rosa, duke e përzier brumin me vëmendje, a mendon se babi do të habitet nga surpriza jon? Kiara buzëqeshi, duke i ledhatuar flokët vajzës. Jam e sigurt për këtë, Rose. Nuk ndodh çdo ditë që një familje e re feston për vjetorin e saj të parë. Ishte e vërtetë. Kishte kaluar saktësisht një vit që nga ajo natë në zyrë kur Marko kishte parë byzylykun me yll në kyçin e dorës së Kiarës. Një vit që kur jetët e tyre ishin ndërthurur në mënyrë të pakthyeshme. Kompania Allianz ishte transformuar plotësisht në drejtimin e ri. Chiara dhe Marko zbatuan politika transparence që u bën model për kompanitë e tjera të ndërtimit, dhe kompania tani njihej në nivel kombëtar për projektet e saj të qëndrueshme të strehimit social. Anne ishte bërë drejtuese e sigurisë, duke siguruar që askush si Pietro të mos mund të futte më korrupsion në organizatë. Zilja e derës ra dhe Rose vrapoi ta përgjigjej, duke e ditur se ishte Olivia që po vinte për mëngjesin e veçantë. Mami. I solle lulet? Olivia hyri duke mbajtur një buqet me lule yjesh, lulet e preferuara të Rosës. Sigurisht që solla disa, dashuria ime. Dhe solla edhe disa lajme të veçanta. Çfarë lajmesh? Pyeti Rosa, duke kërcyer nga kurioziteti. E po, tha Olivia, duke parë Markon që kishte hyrë me duart e ndotura me dhe, mbani mend që thash se po punoja në një çështje të rëndësishme me tejze Anën? Po, u përgjigjen në unison Marko dhe Chiara. Ja dolëm. I gjetëm të gjitha viktimat e skemës së Pietros dhe i rikuperuam pothuajse të gjitha paratë e përvetësuara. Olivia buzëqeshi me krenari. Dhe pjesa më e mirë është se një pjesë e mirë e këtyre parave do të përdoret për projektin e ri të strehimit të përballueshëm të Allianz. Marko e përqafoi spontanisht Olivian. Kjo është fantastike. Ja dole të arrish drejtësi të vërtetë. Po Pietro, pyeti Chiara. I dënuar me 8 vjet burg, plus dëm shpërblim të plotë. Dhe kompania e tij e sigurisë u mbyll për gjithmonë. Rose duart trokiti. A do të thot kjo që të këqit humbën dhe të miret fituan? Pikërisht, tha Ana, e cila kishte mbërritur në heshtje dhe kishte dëgjuar bisedën nga dera. Dhe djemtë e mirë kanë edhe një familje të mrekullueshme. Ata u mblodhen në tryezën e kuzhinës për mëngjes, një traditë që kishin krijuar për t'i mbajtur të gjithë të lidhur. Rose u ul midis Markos dhe Olivias, ndërsa Chiara dhe Ana zun vendet e tjera. Kam diçka për ty, tha papritur Rose, duke u ngritur për të marrë diçka nga çanta e shkollës. Ajo u kthye duke mbajtur një vizatim shumë ngjyrësh. E bëra këtë në shkollë kur mësuesja na kërkoi të vizatonim familjen tonë. Vizatimi tregonte 5 figura që mbanin duart para një shtëpie shumë ngjyrëshe. Rose kishte shkruar emra poshtë secilës figurë: babi, mami, nënëngusha Chiara, tezja Ana dhe Rosa. Dhe shiko, tha Rosa, duke treguar me gisht qiellin në vizatim, unë vendosa yje sepse mami tha se ata gjithmonë udhëheqin shtëpinë e familjes. Chiara ndjeu lot në sy kur pa se si Rose e kishte përshkruar familjen e saj jo tradicionale me kaq shumë dashuri dhe pranim. Është vizatimi më i bukur që kam parë ndonjëherë, Rose. A mund ta var në frigorifer? Pyeti vajza. Sigurisht, tha Marko, por më parë dua të tregoj diçka. Ai shkoi në dhomë dhe u kthye duke mbajtur një kuti të vogël. Rose, a e mban mend byzylykun e veçantë që mbante nëna jote? Ai me yjet e vegjël blu? Pikërisht atë.
E po, fola me nënën tënde dhe Kiarën dhe vendosëm që kur të mbushësh 15 vjeç do të jetë e jotja. Sytë e Rozës u zgjeruan. Të mitë? Vërtet? Olivia u gjunjëzua pranë vajzës së saj. Vërtet. Sepse yjet në këtë byzylyk na sollën gjithë këtë lumturi. Na udhëhoqën për në shtëpi, ashtu siç e vizatua. Por deri atëherë, tha Kiara, duke nxjerrë diçka nga xhepi, po kjo ishte një byzylyk delikat me një yll të vogël argjendi, që të mund të ushtrohesh si roje e yjeve të familjes. Roza e vuri menjëherë byzylykun, duke admiruar se si shkëlqente në dritën e mëngjesit. Tani jam zyrtarisht roje e yjeve. Ana ngriti filxhanin e kafes. Si mendoni për një dolli? Për familjen më të bukur dhe më të pazakont që njoh. Të gjithë ngritën gotat e tyre, Rose ngriti gotën e saj me lëng portokalli dhe piqi një dolli. Për familjen, tha Marko. Për dashurinë e vërtet në të gjitha format e saj, shtoi Olivia. Për guximin për të pranuar ndryshimin, tha Chiara. Për drejtësi dhe funde të lumtura, tha Ana. Dhe yjeve që na udhëheqin për në shtëpi, bërtiti Rosa, duke i bërë të gjithë të qeshnin. Pas mëngjesit, ata dolën në kopsht ku Marko kishte përgatitur një surprizë. Në qendër të kopshtit me perimet të Rozës, ai kishte mbjell një shkure të vogël jasemini në formë ylli. Që të kemi gjithmonë yje që çelin në shtëpi, shpjegoi ai. Rosa vrapoi ta përqafonte shkuren e vogël. Është perfekte. Dhe kur lulet të rriten, do të bëj nga një buqet për secilën nga nënat e mia. Secila nga nënat e tua? Pyeti Olivia, e zbavitur. Sigurisht. Kam nënën time biologjike, që je ti, dhe kumbarën time, që është Chiara. Dhe kam tezën time Anna, e cila është kujdesur gjithmonë për mua. Jam vajza më me fat në botë. Ndërsa dita kalonte, të gjithë vazhdonin aktivitetet e tyre. Olivia u kthye në apartamentin e saj për të punuar me një rast të ri, Ana shkoi të vizitonte familjen e saj, ndërsa Marko, Kiara dhe Rose qëndruan në shtëpi duke rregulluar kopshtin. Atë natë, kur Rose tashmë flinte, Marko dhe Chiara ishin ulur në balkon, duke parë yjet e vërtet në qiell. E di, tha Marko, një vit më parë, nëse dikush do të më kishte thënë se do të isha më i lumtur tani se sa isha para se të largohej Olivia, do ta kisha quajtur atë person të çmendur. Po tani, pyeti Kiara, duke u mbështollur pranë tij. Tani e di që ndonjëherë jeta na çon në shtigje që nuk i kishim imagjinuar kurrë, por që na çojnë pikërisht aty ku duhet të jemi. Kiara shikoi përsëri byzylykun me yll që tani e mbante veshur. Olivia kishte këmbëngulur që ta mbante si simbol të mënyrës se si fati kishte vepruar për t'i bashkuar. A mendon se Viktori i kishte planifikuar të gjitha këto që nga fillimi? Babai yt ishte një njeri i mençur, por dyshoj se mund të kishte planifikuar diçka kaq komplekse dhe të bukur. Marko i puthi majën e kokës Kiarës. Mendoj se ai thjesht mbolli farat e duhura dhe besoi se dashuria do të gjente një rrugdalje. Në dhomën tjetër, Rosa flinte e qetë, duke ndërruar kopshte plot me yje dhe familje që rriten në vend që të tkuren. Në kyçin e dorës, ylli i vogël i argjend shkëlqente butësisht në dritën e hënës. Diku tjetër në kryeqytet, Olivia punonte në kompjuterin e saj, duke përgatitur raportin përfundimtar mbi çështjen Pietro Muller. Në ekran, ajo shkruante fjalët e fundit: drejtësia u rivendos, familjet u ribashkuan, dashuria e vërtet mbizotëroi në të gjitha format e saj. Dhe në një qeli të vogël në burgun e kryeqytetit, Pietro Muller shikoi përmes hekurave të njëjtin qiell me yje, duke kuptuar më në fund se disa yjsi janë më të fuqishme se çdo lakmi njerëzore. Jeta kishte gjetur ekuilibrin e saj të përsosur, jo në mënyrën tradicionale që e kishin imagjinuar secili prej tyre, por në mënyrën e ndershme dhe të vërtetë që zemrat e tyre e meritonin. Dhe kur Rose zgjohej të nesërmen në mëngjes, ajo do të zgjohej duke e ditur se ishte e rrethuar nga një dashuri e pakushtëzuar që ishte testuar nga koha, ishte formësuar nga vështirësitë dhe ishte forcuar nga guximi për të zgjedhur lumturinë mbi konvencionet. Yjet vazhduan të shkëlqenin mbi kryeqytetin, duke ruajtur sekretet e një familjeje që kishte mësuar se dashuria e vërtet nuk ka vetëm një formë, por të gjitha format që i lejojnë zemrat të jenë vërtet të lira. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markos, Chiara, Olivia dhe Rose ju ka prekur thellë. Për të vazhduar të ndiqni rrëfime po aq tërheqëse rreth dashurisë, familjes dhe shanseve të dyta, ju ftojmë të abonoheni në kanalin ton duke klikuar butonin pranë këtij teksti.
Nëse kjo histori ju ka ngjallur emocione, mos harroni të lini një pëlqim dhe të na tregoni në komente se cili moment ju ka ndikuar më shumë. Çdo ditë ju sjellim histori unike që eksplorojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore dhe bukurinë e fundeve të papritura. Mos e humbisni përmbajtjen tonë të ardhshme dhe mos harroni, ndonjëherë yjet na udhëheqin në vende edhe më të bukura nga sa kemi ëndërruar. Deri në historinë tjetër.